Tregoj një nga Barsaletat. Ishte një djalë që shkonte në shkollë, po në atë kohë tononte shumë për shkakun që fëmijat fliste që kështu, si themi, pisët. Fjalë banale. Banale, okej. Edhe ky i kishte të lindur këtë fjalën banale. Edhe i thot Zysha, dëgjoj, s'duhet flasësh, nuk flas i tha. Po ndërkohë ishte si rasti tani që duhet formonte një fjali. Zysha i thot, formoj fjali me emri Moza. Të kujtohet se Moza kishte shumë lulemi Moza çeshin. Edhe ky thot, Moza është Ai Zysha thot, po atë kam thënë mos thuaj asnjëherë fjalë kështu, nesër si prindi. Edhe vjen prindi të nesmen, babai. Edhe thot, dëgjoj, djali jo tha, gjithmonë është në natyrë banale. Thot ky, pse, çfarë ka bërë? Po unë i them, tha, formoj fjali me emri Moza dhe ky thot, Moza është kështu. Thaj, ku e ka shpinë Moza? Kjo është shëndetë për babajnë e qunit.